Guri në rrugë. Thuhet se një nga sundimtarët në Kinë vendosi një gur të madh në rrugën kryesore edhe e mbylli plotësisht atë rrugë. Më pas, vendosi një roje që të vëzhgonte pas një peme dhe t'i tregonte sundimtarit reagimin e njerëzve për këtë vepër. Kaloi njeriu i parë, i cili ishte një tregtar i madh në qytet. Ai e pa shkëmbi me neveri dhe filloi të kritikoi vendosësin e gurit në rrugë, pa e ditur se atë e kishte vendosur sundimtari. Tregtari i erdhi për qark gurit dhe thoshte me zë të lartë: "Unë do të shkoj të ankohem për këtë çështje dhe ne do ta ndëshkojmë atë që e ka vendosur." Më pas u largua. Pastaj kaloi një person i dytë që punonte në ndërtim. Ai veproi ashtu siç bëri tregtari, por zëri i tij ishte më pak i ulët sepse ishte më pak i rëndësishëm në vend. Më pas kaluan 3 shokë të rinj që ende kërkonin identitetin e tyre në jetë. Ata qëndruan pranë gurit të madh dhe filluan të tallen me situatën e vendit të tyre, duke e përshkruar atë që kishte vendosur gurin e madh në rrugë si ignorant, budalla dhe kaotik. Pastaj shkuan në shtëpitë e tyre. Pasi kaluan 2 ditë, erdhi një fermer nga shtresa e varfër, i cili e pa gurin e madh në rrugë dhe nuk foli. Ai përveshi mëngët dhe u përpoq ta largonte gurin nga rruga dhe i kërkonte ndihmë atyre që kalonin pranë tij. Të tjerë morën guximin, e ndihmuan dhe e larguan gurin nga rruga. Pasi e larguan gurin e madh, në vendin ku ai ishte vendosur, fermeri gjeti një kuti me copa ari dhe një letër në të cilën ishte shkruar: "Nga sundimtari, për çdo që e heq këtë gur të madh. Ky është shpërblimi jot sepse ti je njeri pozitiv. Në vend që të ankoheshe e të bërtisje, ti fillove me zgjidhjen e problemit. Kushdo prej nesh, le të shoh se nga sa probleme vuan, të cilat mund t'i zgjidhim lehtësisht nëse filloj me zgjidhjen e tyre, në vend që të mendojmë për t'u ankuar e për të bërtitur. Me të vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të ndryshojnë ç'kan në vetvete."